që ne kemi pasur në këto vite. Një nga problemet e zonës, zoti Spahiu, janë minatorët, është statusi minatorëve. Është kërkuar prej vitesh tash, nuk e kanë. Kjo ka qenë çështje, si thua, e përhershme jetës time politike, pasi unë jam kryesisht kam qenë i zgjedhur i Bulqizës, që është zonë minerare, ju e dini. Por që aktualisht, pra momentin që jemi, zoti Berisha na lehtësoi mjaft këtë diskutim dhe besoj që do të realizohet pasi minimalisht, jo minimalisht, por gjithë Bulqiza do votojë, Bulqiza Klosi, gjithë zonat minerare do votojnë opozitën, si premtim edhe si marrëveshje me sindikatat e minatorëve, midis kryeministit të ardhshëm të vendit dhe tyre. Kështu që i vetmja gjë që mbetet tani është se minatorët votojnë Partinë Demokratike, votojnë opozitën, pasi në 2 raste Partia Socialiste, edhe pse ka pas marrëveshje me ta, e ka rrëzuar statusin minatorit. Është një histori e gjatë që nis prej vitesh, jo se unë kam atë interesin personal si banor i Bulqizës për minatorët, por them që është një nga punët më të vështira, edhe nuk do të kishte asnjë lloj diskutimi që i takon apo nuk i takon ky status. Politika bën punën e vet, shumicën e rasteve ka bërë keq, Partia Socialiste ka bërë shumë keq, sidomos me këtë problem social për minatorët. Pra 11 maj e zgjidh si çështje dhe them që hajde të merremi me probleme tjera dhe statusi minatorit e quajmë të kryer. Pra, firmosja e kontratës që ka bërë zoti Berisha me minatorët, më themi tashmë, do implementohet në 100 ditët e para? Po, kjo është marrëveshja edhe ky është premtimi i gjithë spektrit opozitar për minatorët. Kujtoj që në 2017 Partia Demokratike ka votuar propozimin për statusin minatorit, ka pas edhe një kërkesë amendim ligjesh pasi pati diskutime që projekti Gjoja nuk ishte i plot, nga Partia Demokratike 2021, ku s'kam qenë deputet në atë periudhë, dhe nuk kam asnjë diskutim që Partia Demokratike jo në 100 ditë, po do jetë projekt ligji i parë që do miratohet në Parlamentin e ri të Shtatorit.